Edhe sa kohë Kaçaniku pa punësim. Edhe sa kohë pa bujqësi. Edhe sa kohë rinia pa arsim. Edhe sa kohë veteranët të harruar. Edhe sa kohë sporti pa mbështetje. Edhe sa kohë Kaçaniku në varfëri. Durimi e ka një kufi. Tash është koha. Drejtësi, barazi, zhvillim. Voto Shukri Duta, numër 31. Qytetar të Kaçanikut, aktivist televizës dhe vendosje, lejoni që t'ju shprej nga zemra mirëseardhjen këtë tubil të madh. Gjithashtu t'ju shprej falënderimet nga zemra për bashkëpunimin dhe për punën që e bën gjatë kësaj fushate ku ju bashkë me ne shkoqitëm dhe qitëm projektin tonë qeverisës halët dhe problemet e juaja cilat kanë nxjerrë 3 konkludime. Kaçaniku në këto zgjedhje dhe në këtë ndryshim ka 3 shtylla kryesore në programin tonë që janë të identifikuara nga ne dhe ju. Neve në Kaçanik kemi para pa në ne të kemi drejtësi, neve në Kaçanik na duhet barazia dhe neve në Kaçanik na duhet zhvillimi. Deri tash, drejtësinë na e kanë mohuar ata që na e kanë vjedhur vullnetin ton, drejtësinë na e kanë mohuar ata që e kanë vjedhur buxhetin ton, drejtësinë na e kanë mohuar ata që kanë bërë krim ekonomik dhe kanë shkel ligjet. Kemi patur pabarazi në shprehje vullnetit ton, kemi patur pabarazi te fjala e lirë, kemi patur pabarazi në punësim, kemi patur pabarazi në arsim dhe strehim, kemi patur dhe kemi jetuar sikur në feudalizëm. Zhvillimin e kanë ngulfatur mosdia, zhvillimin e kanë ngulfatur hajnia, zhvillimin e kanë ngulfatur familjarizmi, zhvillimin e kanë ngulfatur nepotizmi. Por, tash është koha ta gëzojmë liri, tash është koha ta kthehemi drejtësisë, tash është koha ta zhdukim pabarazin dhe të kthehemi në zhvillim. Me ne do të kemë punësim të drejtë, me ne buxheti komunal do të vendoset në shërbim të mirëqenies, me ne do të tërhiqen investimet përtej buxhetit, me ne turizmi do të krijojë perspektivë zhvillimore, me ne arsimi publik do jetë prioritet, me ne do të mbrohet dhe të forcohet biznesi i vogël dhe i mesëm, me ne do të zhduket haraçi, me ne mërgatës do t'i kthehen investimet të sigurta, me ne në këtë rrugë nuk do të prishet perspektiva jonë e ndërtimit, me ne do të ketë ujë në çdo shtëpi, me ne kujdesin shëndetësor nuk do të jetë vetëm në letra, me ne sportit do të mbështetet fuqishëm, me ne të gjithë shqiptarët do të punojnë me Kaçanikun, sepse për ne ky është momenti i kthesës së madhe. Tash është koha për Kaçanikun, tash është koha për drejtësi, tash është koha për barazi dhe tash është koha për zhvillim.